Në këtë moment jemi duke realizuar një prej detyrimeve që ka kodit zgjedhor, që lidhet me testimin operacional të pajisjeve të teknologjisë informacionit që do të përdoren për votimin dhe numërimin në Bashkimin e Borës dhe në njësinë në Bashkiatin nr. 10 në Tiranë. Qëllimi është të verifikojmë funksionalitetin e këtyre pajisjeve në të gjithë elementet dhe komponentët e saj, pajisjes pra, ekranin, pajisjen, printerin, ekranin e printerit, transmitimin e rezultateve, konservatimin e rezultateve. Pas si të kryejmë të proces, do të kuptojmë që nëse këto pajisje mund të përdoren për zgjedhjet e indit markë, të si bashkëake, ose jo. Për qëllimet të demonstrimit në pajisjen kanë në subjektet reale, si e do, po janë skolet e futbollit me janë subjekte. Gjithsesi ato janë të dhëna që nuk kanë asnjë domethënie, gjithsecili prej jush se kushdo tjetër mund ta testojë pajisjen dhe zgjedhjen që do të bëjmë ato. Estimato numere por televizion. Komisioneri Ryktik mbas tek votat e diasporës për shkak se u ka kaluar çdo ka të parashkuar prej jush maksimumi deri në 3 ditë për shpërndarje, keni një javë që ju nuk dërgoni më në devotën e saktë, pra i keni plotësuar. Dhe rezulton që rreth 30.000 votues erdhën nuk kanë marrë saktin, ndërkohë që vetëm 1/3 ka kthyer pas në ato që janë listuar. Në çfarë jemi për të bërë një lloj presioni që quajmë mekanizëm bustare për të respektuar kontratën dhe të kaluar qëllimin e marrëveshjes me ju. Jemi duke bërë eksaktësisht ato që do duhet të bëjmë, palët të cilat janë në një marrëdhënie kontraktuale. Jemi duke komunikuar dhe duke ndërtuar atë komunikim ligjor që duhet në këto raste. Me rëndësi për ne ngelet që pjesën e votimit dhe zapët që identifikuar të mbrin 100% tek votuesit dhe të kthehen mësisht 100% e fletit votimit. Kthimi i fletit votimit është çështje dhe zgjedhje vetë votuesit dhe atyre gjelëmëtimet në tyre për të kthyer ose fletit votimit, dhe besoj fakti që janë regjistruar dhe do të kthejmë edhe me votimin. Numri i kthimit mendojmë është relativisht i lartë, 70.000 e pak votues në 225.135, të cilët e kanë kthyer fletin me